SPAK u dërzua ky. Çfarë është libri në Albanian Files? Zonja Lala, aktivistët e kanë dërzuar në SPAK. Regjistroj gjë? Ende një kallëzim penal. S'ka kallëzim. Pra, edhe me zonjën Vatnikaj, por edhe me aktivistë të tjerë me cilët kam pasur biseda gjatë ditës së sotme, është duke u punuar një kallëzim penal që ka të bëjë pikërisht me dyshimet për korrupsion, për shpërdorim të detyrës apo për miratim të ligjeve klienteliste, por zyrtarisht deri në këto momente kallëzimi nuk është depozituar sipas procedurës ligjore. Aktivistët bërë me dije ditën e djeshme se do ta dorëzojnë përmes postës këtë kallëzim penal, bashkangjitur edhe prova që ato kanë. Ndërkohë që në mënyrë simbolike, për atë që e konsiderojnë si prova e krimit të Edi Ramës, ditën e djeshme një përfaqësi e protestuesve, aktivistë të shoqërisë civile, juriste tjerë me radhë, mbritën në prokurorinë e posaçme dhe ishte zonja Vatnika e cila e depozitoi librin në prokurorinë e posaçme në hyrje për atë recepcioni, u mbajt nga ana e recepcionit, por nuk ka një reagim zyrtar nga ana e prokurorisë posaçme që të ketë një çelje të një hetimi penal, sepse që të vihet në lëvizje prokuroria e posaçme, duhet ketë patjetër një kallëzim penal dhe në rasti konkret, pasi të depozitohet, mund të ketë edhe të dhëna, pastaj se nëse do të ketë një hetim ose jo. Por aktivistët e kanë depozituar ditën e djeshme librin, ishte i firmosur nga disa prej protestuesve, pra në secilën faqe ishte i firmosur, i printuar dhe u depozitua, por kallëzimi penal nuk ka mbritur në prokurorinë e posaçme. Pastaj se çfarë është Albanian Files, besoj do flasim edhe do të ketë detaje lidhje me të. Domethënë, po kemi 4 çështje dhe do të japim pjesën i kamin dhe pjesën më të rëndësishme e kësaj. Si tani avokat kjo punë e librit që është dorëzuar aty, se diku bisedoj me një mikun tim para ca kohësh, dhe ai më tha që ti ke shpikur një gjë për mua, tha që thuhet, gjithandej që më nder një kështu në Shqipëri ditë dhe po unë tha të bëj kujdesta se unë kam bërshkruar libra shumë tha dhe nuk se kam shpikur gjëra të tilla. Librat leri thashun se po ti mori vesh SPAK-u, librat që ke shkruar ti nuk del mirë. Tani libra dorëzohen avokat dhe çfarë ndodh? Shiko, nga pikpamja protestës është një simbolik. Është simbolik thua ti. Simbolik. Kurse nga pikpamja juridike duhet trajtuar si një formë një indicie që rëndom në jurisprudencë njihet si nisja e një hetimi kryesisht. Pra, protestuesit në mënyrë shumë simbolike i kanë lënë, si të thua, shtopin në derë prokurorisë posaçme, duke arritur të japin një shpjegim i cili nga ana ligjore nënkupton faktin që dosjet nisen kryesisht edhe nga një artikull gazete, dosjet nisen kryesisht edhe nga një kronik lajmesh, dosjet nisen kryesisht edhe nga një indicie e cila patjetër mund të mos jetë e konkretizuar me një kallëzim konkret. Pra, e rëndësishme është kuptojmë që libri, në rastin konkret, luan rolin e një informacioni publik për të cilin prokurorët e prokurorisë posaçme patjetër duhet ta vlerësojnë dhe të shohin në rast se ka indicie apo jo. Pastaj, në rast se shkon në fazën tjetër që një pjesë e protestuesve mund të bëjë një kallëzim formal, atëherë sigurisht që e detyron prokurorinë e posaçme që të jap një përgjigje konkrete në lidhje me kallëzimin formal. Pra, gjysma e rrugës është bërë. Në libër është e rëndësishme të kuptojmë që mund të ketë indicie, mund të ketë të dhëna, mund të ketë fakte dhe rrethana të cilat në rast se provohen në rrugë procedurale, patjetër që japin një rëndësi shumë të madhe, jo vetëm librit, por dhe hetimit që mund të ngrihet. E thënë me pak fjalë, është një lloj sikur të shohësh një kronik në televizion dhe një prokuror nesër të nisë një çështje penale, ajo që quhet në formën juridike kryesisht. Pra, nuk mund të shërbej vetëm kallëzimi formal, mund të shërbej edhe një libër dhe një emision e juaj, mund të shërbej dhe gjithçka tjetër që mund të jetë publike për të ngritur alarmin në një prokuror i cili të vlerësojë që mund të ketë vepra penale të cilat mund të përbëjnë risi dhe të përbëjnë fakt dhe shkak për të nisur një procedim penal. Pra, dorëzimi i librit është si të thuash dorëzimi i rrethanave dhe fakteve për të cilët protestuesit mendojnë dhe dyshojnë që ka vepra penale. Në rast se aty ka 500 ca projekte dhe prokuroria nis kryesisht një procedim dhe nga këto projekte, nga këto rrethana që janë paraqitur në atë libër, dalin të dhëna konkrete të cilat përbëjnë vepra penale, sigurisht që libri ka shërbyer më shumë se një kallëzim. Por, e përsëris në kuptimin formal, në rast se ky libër shoqërohet me një kallëzim formal, ndryshimi vetëm është që prokuroria e posaçme kur çohet libri tek angjëllat mund të mos kthej përgjigje, kurse kur çohet kallëzimi në pikpamje formale mund të kthej përgjigje edhe me shkrim. Zama, çfarë ka ky libër për të jetuar, a komprometon arkitektët e Edi Rama këtu tani? Se avokati thotë mund të shërbejë një libër si provë,
Edhe mund Jo provë, indicje. Jo provë. Indicje. Indicje për filluar kryesisht një hetim, më falë. Jo, ndje Nuk është provë. Prova, di kur kthehet në prova i liber, në rast se prokuroria e posaçme vendos të filloj kryesisht dhe hetimin, procedimin penal, dhe shikon rrethana dhe fakte të një projekti aty, duke lidhur arkitektin, investitorin, duke lidhur dhe të tërë elementët e shtetit që jep lejen, dhe aty shikon që ka akte korruptive, akte shpërdorimi detyre, patjetër që libri lidhet me prova procedurale. Zama? Libri dhe Albini më falës, apo dosjet e Shqipërisë, ta themi në Shqip, është një tentative e Edi Ramës për të prezentuar Shqipëri në sytë e botës, një laborator të arkitekturës, dhe këtë fjallën dosje tenton nga Afrika e të Shkuarës ta kthej në sinjal shprese për të ardhmen. Por një pjesë e ekspertëve, një pjesë e protestuesve dhe atyre që kanë shkuar në dyert e prokurorisë së posaçme që kanë dorëzuar këtë libër nuk e shohin kështu. Dhe në fakt unë jam marrë me disa investigime lidhur me konfliktin e interesit dhe se si përcaktohen jo vetëm në sektorin publik, por dhe në sektorin privat të arkitektëve. Dhe atje gjen gjurmë dhe gjen dëshmi apo shënime të tyre se si janë ftuar personalisht nga zoti Edi Rama. Dhe po ta ndash unë kam bërë në Excel ndarjen e projekteve sipas viteve, shumica datojnë rreth 20 projekte janë gjatë kohës kur zoti Edi Rama ka qenë kryebashkiak i Tiranës, kemi rreth 2 vite pushim, kur ai ka qenë në opozit, dhe pastaj pas 2013-s janë 504 projekte, të cilat janë dizenjuar nga arkitektët e huaj në të njëjtën kohë që zoti Edi Rama ka qenë edhe kryetari i Këshillit Kombëtar të Territorit. Atje gjen kompanin Bolton Wilson, janë disa gjerman, ata kanë marrë projekte vetëm për Korçën, pra një zyrë në Gjermani punon vetëm për Korçën dhe për disa projekte të rilindjes urbane, të cilët thonë që ne kemi ardhur në Tiranë kur zoti Edi Rama ishte kryebashkiak i Tiranës, nuk e fituam konkursin, madje ne kemi mësuar duke humbur se s'kemi fituar asnjë konkurs, por na erdhi një kartoli nga zoti Edi Rama që tha e keni derën të mikpritur në Shqipëri dhe nuk kaloi shumë dhe ai na solli në derë një investitor. Pra, këtu ata tregojnë se si ky investitori, i cili merrte leje nga zoti Edi Rama si kryetari i bashkisë, ishte rekomanduar nga kjo. Dhe këtu patjetër që duhet të shohim konfliktin e interesit dhe shkeljes së ligjit. Ka disa debate, diskutime mbi estetikën, a duhet i bëjnë shqiptarët, a duhet i bëjnë të huajt, a janë kaq të mirë shqiptarët sa të huajt, a duhet jenë bashkë. Kemi dhe shqiptar patjetër shumë të mirë, shumë të famshëm, shumë të zot. Por janë vetëm, po besoj se ka për ta shpjeguar Doriana do ta pyes për këtë. Por pyetja që linde dhe që lidhet me pyetjen që ju bët me anën penale të këtij libri është a kemi ne një ligj që ai që të jep lejen e ndërtimit të përcakton edhe kë do të marrësh konsulent për të bërë projektin? Jo. Jo, po. Jo, ne nuk e kemi me ligj. Ma ligj edhe kemi. Dhe madje, në sistemin kapitalist, madje nuk është as rregull dhe as norm, as në sistemin kapitalist. Është në sistemin ku shteti imponon edhe sektorin privat. Dhe këtu mund të ketë arsye për të parë element të veprës penale prokuroria e posaçme. Jo, mendoj ka të bëjë edhe me meratimin e ligjeve, se po të shikosh për shembull rastin e hetimit të zotit Berisha, ka të bëjë, pra ka bërë ndryshime ose ka marrë vendime ka nxjerrë VKM për të favorizuar sipas pakut dhënien e tij. Nga ana tjetër, në rastin e librit në fjalë, ne kemi projekte që bien në zona të mbrojtura. Dhe pas janë bërë këtë projekte, është ndryshuar edhe ligji. Pra është paramenduar kjo gjë dhe më pas është bërë ndryshimi i ligjit. Çka do thotë është një ligj, pra ka dyshime të forta që janë ligje klienteliste dhe të paracaktuara, të paramenduara për të favorizuar biznesmen caktuar e tjera me radhë. E vetmja gjë që mbetet për të hetuar më pas nga prokuroria ka të bëj, a ka patur një fitim të drejt për drejt zoti Rama apo persona të bashkëlidhur me këtë? Kjo besoj që mbetet pastaj sfidë e prokurorisë. Dhe sfidë e spartë. Për ta sqaruar prokuroria. Zotë Mori? Shiko, aty janë, unë mendoj që ai libër ka indicje, qoftë nga dëshmitë që japin vetë arkitektët, se si kryeministri i merrte në telefon edhe i lidhte me investitor, të rinj kryeministri nuk është sekser. Nuk e ka votuar njeri dhe nuk e ka mandatuar njeri që të puqej arkitektët me investitorët që u jep lejet e ndërtimit. Së dyti, ajo që është një tjetër indicje
lidhet me faktin që nëse e mbani mend në historinë e inceneratorit ka qenë afera e verave. Ndërtuesit të gjithë në Tiranë detyroheshin të çonin dherat tek inceneratori kundrejt një tarife që paguanin. Nuk ka patur akt ligjor për këtë. Nuk u thuaj me çfarë ishte vendosur, thjesht kur kanë dëshmuar më vonë në komisionin e famshëm hetimor në parlament, thanë që na thoshin që nuk ju japim leje nëse nuk keni marrëveshje dhe nuk çoni dherat paguani parat tek inceneratori i Tiranës. E njëjta skemë është përdorur edhe këtu. Të gjithë ndërtuesit shqiptar e dinin që nuk puthnin dot të merrnin leje ndërtimi nëse nuk vinin tek një nga arkitektët e huaj të cilët kishte përzgjedhur qeveria apo kryeministri. Dhe ka qenë një listë aty me këta arkitekt, ka qenë një listë me një 70 arkitekt, ku u thuaj ndërtuesve, madje edhe u caktoi, ti do shkosh te ky, ti tjetri do shkosh te ky arkitekt, pra këtu nuk jemi me që ky është thjesht një libër. Jo, ai është një dokument i cili na tregon fakte, na tregon se si ka nisur gjithë kjo histori, dhe është një histori me shumë para. Nuk është thjesht, është një histori e cila mund të ketë lëvizur, vlerësimet më konservative thonë 400 deri në 500 milion euro, ka ndërtues që thonë janë mbi 1 miliard që kanë marrë ata arkitektu. Dhe arkitektët që për projekti D, unë kam kontaktuar disa ndërtues, për projekti D tarifa është 700.000 euro. Jo, nuk është ashtu. Për projekti D, jo të detajuar teknik, për të detajuar teknik shkon deri në 2 milion euro. Tarifat e atyre fillojnë... Po dëgjoj çfarë po të them. Jo, dakor. Do të them shifrat pa unë të pyetit jam. Ata kanë patur tarifa që fillojnë nga 20 euro për metër katror ndërtim, deri në 90 euro ka patur raste. Kullat për shembull në Tiranë e kanë nga 50 euro e lartë për metër katror që merrte arkitekti. Po një kull është 60.000 metër katror. Pra, vetëm aty me një kull ishte 3 milion euro. Unë pash... Jo, ka vende që janë 6 ditë ishte unë. Po prit pra se, unë pash shifrat e Instatit për lejet e ndërtimit të dhëna nga viti 2020 deri në 2025. Janë 10 milion metër katror ndërtime, banimi dhe hotele. To të gjitha në pjesën dërmuese kanë kaluar te këta. Pra, nëse ti merr 10 milion metër katror ndërtime për një tarif mesatare 40 euro, ke 400 milion euro vetëm këtu. Nga 2020 a këtej. Po kjo histori ka filluar në 2015. Dhe këta bënin vetëm, në shumicën e rasteve, bënin vetëm koncepti den. Pra bënin vetëm vizatimin e projektit, se pastaj punonin arkitektët shqiptar që e bënin. Dhe historia tjetër, edhe me të mërshme, është se këta ti merrnin parat pa shku, pa marrë lejen. Pra, ta të merrnin Paradhenje. Po pra, kjo është ndërruar si një taks. Ka qenë dikur taksa e markimit, tarifa e markimit karburanteve, që i thoshte shteti, pa të dhenë një koncesionari, i thoshte kompanive të naftës, që po nuk paguat tarifën e markimit, nuk paguani dot akcizën, nuk zhdoganoni dot. Pra, ishte vend tarifa private për para shtetit. Kështu ndodhi dhe kjo histori, kështu ndodhi dhe me këte. Kjo paguaj në qasti kur vijej në KKT që miratoi projekti, ishin paguar 70% të parave për arkitektët e huaj. Dhe aty ata kishin aksese që merrnin vesh kur kalonte projekti, informoheshin nga aty dhe sillnin pjesën tjetër të mbetur të faturës. Mundem, kot më kundërshtove se të njëjtën shifër tham. Pra, unë thash 504 projekte. Le unë tregova për vlerën dyshe me 1 milion euro, 500 milion euro. Po të marrim në 2 milion euro 1 miliard. Kështu që mos duket sikur tani, meqense unë tregova shumë dyshues për këtë dhe befas më shkruajtën që
Ka sens kjo. Unë kam marrë dhe i kam hedhur në Excel të gjitha lejet e zbardhura të KKT-s për kulla. Pra, KKT-ja për kulla jep 8 kate e lartë, 6 kate e kanë quar tani, dhe 80% janë arkitektë të huaj, janë studio të huaja. Janë nga 4.5 milion metra katror. Po them për këto të Tiranës që e kanë bërë studimi dhe që e ketë matshëm, nga 4.5 milion metra katror që janë lejet të zbardhura për kulla në Tiranë, 3.5 milion metra katror i kanë arkitektët e huaj. Tani vendosi dhe tarifën mesatare, le ti thot Doriana se e kanë tarifat. Mëses, ja Doriana. Doriana, gjithë të arkitektë të mëdhenj tani, Doriana. Para e madhe. Ç'kanë bërë tani këta këtu? Kanë respektuar rregullat e ligjit siç bëjnë gjithë botën, apo vinë këtu për të i marrin këto legët që thonë këta? Si është kjo punë? Si e kupton ti tani? Ti je arkitekte? Po. Urbaniste? Urbaniste, po. Dhe një njeri i ditur i kësaj fushë, një eksperte e zonja. Shpjegon gjë mua tani. Po, mund të them që unë i kam ndjekur se Star Arkitektët nuk prezentohen për herë të parë me këtë libër. Ne i kemi pas mes nesh prej të paktën 15, ndoshta edhe më shumë vite. Kështu që aktiviteti i tyre në Shqipëri ka ardhur duke u rritur, por të sjellë në formën e një botimi, pra të gjithë bashk, na tregojnë për masat të mëdha që ka marrë puna e tyre duke lejuar një lloj terreni të lirë, ku ato vetë shprehen në një vend që trajtohet si laborator, ku nuk ka rregulla, nuk ka standarde, nuk ka dhe si të tillë ato unë e kam shprehur, kanë gjetur shesh dhe po bëjmë për shesh. Për ta thënë shqip, në këtë botim, ato njëkohësisht janë dhe dëshmitarët e parë, duke rrëfyer se si kanë hyrë në tregun e pasurive të paluajtshme në Shqipëri, pasi bëhet fjalë për një ekonomi shumë të madhe që qarkullon nëpërmjet këtyre projekteve. Unë kam 3 pyetje që nuk e gjetur të përgjigjen, dhe ndoshta një investigim nga ana e SPAK-ut, nëse do t'i pyeste këto arkitektët, do duhet përgjigjeshin në emër të kujt kam punuar, pra në emër të interesit të publikut shqiptar, siç kundër kuadri ligjor për planifikimin dhe zhvillimin e territorit prevalon dhe jep si direktiv për të gjithë arkitektët që punojnë në Shqipëri, kam punuar në emër të kompanisë zhvilluese që i ka kontraktuar, apo kam punuar në funksion të një vizioni politik që të legjitimohej në një farë mënyre nëpërmjet, kam dhënë emrin e tyre, pra prestigjin e tyre, për të legjitimuar një vizion politik, por jo profesionist. Këtu figura e arkitektit, në opinionin tim, është përdorur pikërisht për të legjitimuar përpara publikut shqiptar dhe për të delegjitimuar të gjithë ekspertizën vendase, pasi na kanë vendosur vazhdimisht përpara debatit që këto janë të huaj, janë star arkitekt, janë shumë të ditur, janë shumë të famshëm, pra neve jemi ato që jemi inferior dhe nuk duhet as të kritikojmë, as ta kundërshtojmë këtë lloj debati, dhe mendoj që figura e star arkitektit këtë ka sjell, pra ka sjell mbylljen e debatit të brendshëm, ku askush nga ekspertizat vendase, dhe ne kemi shumë arkitekt, sepse kemi shumë shkolla që prodhojnë arkitekt çdo vit, të mos ketë dhe të mos marrë iniciativën për ta kundërshtuar, pasi që në start jemi të delegjitimuar. Kjo është narrativa që është ndërtuar nga politika përgjithsisht. Megjithatë, për të kthyer ke libri, ai na ofron, unë e shoh si një lloj arkive të dokumentimit të 20 viteve të fundit të zhvillimit në Shqipëri, apo të këtij modeli të vetëm që na është ofruar si e vetmja zgjidhje për të zhvilluar vendin, dhe këtu kemi ato 523 projekte, ku nuk duhet bëjmë gabimin që të shohim vetëm ndërtesat, pra ai me vërtet ka projekte, ka ndërtesa që i dokumenton dhe na i ofron, por çfarë për publikun e gjerë dhe për mua personalisht ka interes, është mënyra se si ai na rrëfen procesin e prodhimit të këtyre projekteve, pra
rrjetin e studiove, si ato vjen kontakt, si kanë hyrë në tregun ton, marrëdhënie që kanë krijuar me institucionet shqiptare, sa të dyshimta janë, sa legjitime janë, pra janë pyetje që ne duhet i bëjmë. Dhe më pas na tregojnë dhe gjithë atë kronologjinë e transformimit, qoftë të pushtetit, por dhe territorit. Nga ana tjetër, çfarë evidenton ky botim, por jo vetëm, e gjithë vepra e tyre këto 20 vite, është trajtimi i Shqipërisë si një laborator, dhe shumë autorë aty e shprehin këtë gjë, ku Shqipëria është një laborator ku kushdo, me sa duket, arkitektët, investitorë, politikanët, institucionet mund të eksperimentojnë, pra si një terren i lirë pa rregulla loje. Dhe kjo është pika më delikate dhe këtu mendoj që ka interes publiku të kuptojë se pse kur një arkitekt vendas që punon për një qytetar shqiptar i cili do të ndërtojë një banesë dykaçe, vendoset përpara regjimit të ngurtë të sistemit për gjitha rregullat dhe gjitha dokumenta që duhet plotësoj, dhe kur vin star arkitekt, këto regjime mbrojtëse bien dhe jepet fusha e lirë, madje vjen projekti i tyre dhe nëse ka pengesa ligjore, ndryshohen ligjet për t'u përshtatur projektit dhe vizionit të star arkitektit, pasi këto projekte nëpërmjet rolit të këtij star arkitekti kanë ndërtuar një marrëdhënie vertikale ku i pari vjen star arkitekti me projektin, i cili shkon direkt tek institucionet, më pas shfaqen investitorët dhe pas investitorëve qytetarët. Pra star arkitekti i pari, qytetari i fundit. Kjo është një përmbysje e gjithë renditës së drejtës dhe legjislacionit që kemi ne të miratuar për planifikimin dhe zhvillimin e territorit, i cili nis ku interesi i çdo projekti është interesi publik dhe i fundit duhet jetë arkitekti. Këtu kemi një përmbysje të kësaj normativës se si punojmë neve si arkitekt shqiptar në territor. Edhe një pyetje, po studio vendase janë të përfshirë në këto Po. Ndërtimet masive që kemi ne? Edhe në libër i shohim të shfaqura për krah këtyre star arkitektëve. Pjesa më e madhe e këtyre projekteve kur vjen puna për të implementuar, ata të cilat futen në procesin e lejeve, shpeshherë në shumicën e rasteve shiftëzohen me një studio shqiptare. Emrat e studiove shqiptare janë një grusht shumë i vogël, janë vetëm disa prej këtyre studiove të mëdha që shërbejnë si surrogat të këtyre studiove të mëdha dhe legjitimojnë praktikisht duke firmosur dhe duke përputhur me gjithë procedurat ligjore projektin e këtyre star arkitektëve. Kështu që ka një bashkëpunim nga disa prej studiove, por që janë shumë të seleksionuara dhe shumë të përzgjedhura. Nuk bëhet fjalë për një hapje drejt tregut të arkitektëve dhe kushdo arkitekt që është diplomuar apo i licencuar mund të ketë shansin të punojë, por dhe aty ka një përzgjedhje. Doriana, unë do të kem pas pak minutash edhe një pjesë ku goditjet e SPAK dhe sektori ndërtimit. Nëse ti mund të ojë diçka për këtë, mund të vjosh të qëndrosh, Po. Okej.